Ministri i Brendshëm i Serbisë, Ivica Dačić, në tetor të vitit 2024 i kishte kënduar këngën Osman Aga presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ai kishte marrë mikrofonin duke kënduar përpara kreut të shtetit turk në një drekë të shtruar në pallatin e Serbisë, pikërisht për nder të Erdoganit. Në një video të shpërndarë në rrjetin social X, Dačić shihet me mikrofon në shoqërinë e orkestrës, ndërsa në sfond, në tryezën festive janë ulur antarët e qeverisë Goran Vesić, Zoran Gajić dhe Usame Zukorlić. Vetëm për pak sekonda, në pamje shihet tavolina në cilën janë ulur mysafirë nga Turqia, Recep Tayyip Erdogan dhe nikoqiri i tij, Aleksandar Vučić. Por një vit pas kësaj ngjarje që ishte zhvilluar në Serbi, gjërat duket se kanë ndryshuar shumë. E gjithë kjo pasi Kosova ka pranuar të mërkurën kontejnerët me mijëra dron luftarak kamikaz Sky Dagger nga Turqia. Presidenti serb Aleksandar Vučić në llogarinë zyrtare në rrjetin social X tha se tani është plotësisht e qartë se Turqia nuk dëshiron stabilitet në Ballkanin Perëndimor dhe se ëndërron të ringjallë Perandorinë Osmane, madje theksoi se është tmerruar nga sjellja e Turqisë. Tani është plotësisht e qartë se Turqia ëndërron të rivendosë përsëri Perandorinë Osmane. Serbia është një vend i vogël, por ne e kuptuam mirë mesazhin, deklaroi ndër të tjera Vučić në këtë reagim. Çarşıya gidelim, sabah olsun